të gjithë do të ballafaqohemi me këtë moment. Ne sot që kemi ardhur me për edhe neve dikush këtu ka me na sjell. Parashtrojmë pyetjen dhe të mundohemi të japim përgjigje tash sa jemi gjallë me veprat tona, që pastaj në momentin kur do na vendosin në varr, përgjigja me gojat tona tjetë edhe ma e lehtë. Jetesa jonë është para përcaktues të mënyrës se si do japim përgjigjet pyetjeve që kanë me ardhur me laqet me ne i parashtru. Gjithë ju e keni ndëgju prej hoxhallarëve, dhe kjo është e vërtet absolute në të cilën nuk ka as pak dyshim dhe dilem, se secilit prej njerëzve që do varoset, do vendoset në varr, do i vinë dy melaçe dhe do e pyesin kush është Zoti yt, cila është feja jote dhe kush ka qenë pejgamberi yt. E besimtari i vërtet, i cili ka jetuar me Allahun, ka qenë krenar me Islamin dhe ka ndjek si model Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ai njeri me një lehtësi shumë të madhe përgjigjet duke i ditur përmendsh, sepse me to ka jetuar, do të thot me plot gojë, Allahu është Zoti im, Islami është feja ime dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam pejgamberi im.